Gjykata kushtetuese është mbledhur për të vendosur mbi kërkesën e Ilir Metës për masën e arrestit me burg. Ai pretendon se vendimet e të treja shkallëve të gjykatës janë në shkelje të disa neneve të kushtetutës. Trupa e gjykatës kushtetuese vendosi të kalojë në seancë plenare pra me shqyrtim dokumentar kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta. Kreu i Partisë së Lirisë, i cili ndodhet në burg prej rreth një viti, ka depozituar kërkesë për shpalljen si jo kushtetues. Seanca plenare që do të mbahet në vazhdim do të jetë me dyert të mbyllura dhe jo e hapur si në rastin Veliaj dhe shqyrtimi do të jetë me bazë dokumentare. Kërkesa e dorëzuar në gjykatën kushtetuese. Në kërkesën drejtuar kësaj të fundit nga palambrojtëse pretendohet se vendimet e tre gjykatave përfshirë gjykatën e lartë, gjykatën e apelit dhe gjykatën e shkallës së parë janë antikushtetuese dhe kanë cënuar rënd lirit kushtetutën, ligjin procedural penal, si edhe Konventën Europiane për të drejtat e njeriut në lidhje me heqjen e lirisë. Ilir Meta, ish-presidenti i Republikës, ish-kryeministër dhe ish-kryetari i Kuvendit, është vendosur në masën e sigurisë arrest me burg, pa akuzë konkrete, por vetëm me dyshime si person në hetim. Shkeljet konkrete të kushtetutës sipas palës mbrojtëse. Kërkesa mbështetet në faktin se gjykata ka lënë në fuqi një masë arrestit bazuar vetëm në dyshime, pa një akuzë të komunikueshme ndaj pandeurit, në kundërshtim me Kushtetutën e Shqipërisë, e cila përcakton se çdo dyshim për akuzën çmohet në favor të pandeurit. Për më tepër, masa e arrestit me burg e kërkuar nga prokuroria e posaçme përbën një shkelje të parimeve themelore të kushtetutës dhe është e papërshtatshme për të siguruar një proces të drejtë. Vendimet e gjykatave janë të paqarta dhe të paarsyeshme në lidhje me rrezikshmërinë individuale të pandeurit. Arsyetimi i gjykatës së lartë ka shkuar përtej kompetencave të saj, duke e paragjykuar ish-presidentin Ilir Meta si recidivist për të njëjtat veprat penale. Një fakt që është i pasakt pasi Meta nuk ka pasur ndonjë dënim të mëparshëm për ndonjë vepër penale, thuhet në kërkesë.